Ashtë edhe kur nuk zbatohen. Me ta pak bërë që edhe zonit. Po, se mos t'i ndërhyjë. Tash, Zan. se përket 186, ky është, domethënë, komplet mendimi. Se përket çështjes tjera, duhet me pas vloga, duhet me pas punë të madhe, çështjet e me atë vajin të psiç apo diune. Ai është mirë. Çka ka qenë punë e vajit të psiç? Vase që po e përmend ky zot. Jo, unë veç e mora një kundër argument. Jo, ky është një argument i cili është i përcaktuar me një komunikim të letërkëmbimit ndërmjet Stalinit, Churchill dhe Roosevelt. Domethënë, ky flet edhe për terme që nuk e ka realizuar, pra në për libra të caktuara. Kjo është e mirë, domethënë kjo është e mirë sepse është për herë parë është edukative kjo. Po edukative sepse është thonë nga 3 njerëz gjatë luftës së dytë botërore, prej Churchillit, Stalinit dhe Rooseveltit. Si ka thënë shefës tonë, kur e ka sharu, si ka thënë që të argument shefës tonë. Jo, është e mirë kjo që unë i duk ta njerëz që pa lezu citojnë njerëz. Ku zonja Haxhiu, po i shefës, ku zonja Haxhiu tha që mor kundër argument, tha vajt në psita nuk shpëndohet shpejt. Pra nuk e dha argumentin e tillë që e jep sot zoti Zalloj. Nuk e ka cituar zonën Haxhiu, ka cituar. Unë kam cituar zonja Haxhiu e ka sharu deklaratën e zëvendës ministrit. Unë kam cituar letërkëmbimin ndërmjet Churchillit, Roosevelt dhe Stalinit. Tash unë s'kam asnjë kundërshtim kundër argumentit dhe kundër citimit. Shumë rregull, për kundër të lexon. Për mu po më pëlqen si argument. Prandaj ta huazova argumentin vetëm me përdora, pra me 51.2% është dashur që me vazhdu tutje funksionimi institucioneve dhe me pas agjend punën dhe jo idenë të zgjedhjet ose diçka tjetër. Po shkallaj më huazu mu, me mirë shko me lexu tani me thonë. Okej, po ti kush pak më korrekt është kjo. Me lexu libra dhe me citu. Ky është ndoshta ky moment mund të shërbej që zoti Xhani ta lexojë. Me ka pak libra, të dolfën kamera. Ideja para mendo. Këta çysh ideja që patjetër pra do të me pas me bën as po bëjnë punim seminarik këto na po flasim pra për një situatë aktuale e vitit 2026 me një parti politike që ka fituar përmi 51% dhe zotimet që kanë pas me shku tutje.